Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të medjave. Rasti Megawin është shumë i qartë. Më 26 shtator të vitit 2024, zoti Izet Mexhiti deklaroi publikisht se Megawin do të mbyllej në seancën e ardhshme të qeverisë. Seanca u mbyll, vendimi nuk u mor. Kompania vazhdon të operojë. Një vit më vonë qeveria thot po presim ligjin e ri. Çfarë ndryshoi? Asgjë. Ndryshoi vetëm guximi për të thënë të vërtetën. Nëse Megawin do të mbyllej me vendim qeverie, përse nuk u mbyll? Nëse duhej ligj i ri, pse u premtua mbyllje të menjëhershme? E vërteta është e thjeshtë, Megawin nuk po mbyllet sepse ka përkrahje politike. 2.8 miliard euro janë qarkulluar vitin e fundit në Bixhoz në këtë shtet, dhe kjo është industri e fuqishme. Kur industria është kaq e madhe, ajo nuk kërkon reklama, por kërkon mbrojtje. Sot duket qartë se disa politikan nuk po e kontrollojnë industrinë e Bixhozit, por industria e Bixhozit po i kontrollon ata. Çajiri dhe qytetet e tjera po mbyten nga bastoret, të rinj po ekspozohen çdo ditë, familjet po varfërohen dhe qeveria jep përgjigje burokratike. Nëse ka guxim politik, le ta mbyllin. Nëse nuk e mbyllin, qytetarët do ta kuptojnë përse. Ju falemnderit.